Delegacioni i OSBE-ODIHR që do të monitorojë zgjedhjet parlamentare të 11 majit ka trokitur paraditën e kësaj mërkure në SPAK. Më 2 prill, kur drejtuesi i misionit OSBE-ODIHR Lamberto Zanier mbajti një konferencë për media të pyet edhe për hetimin e krimeve zgjedhore dhe mundësinë e bashkëpunimit me SPAK për raportimin e shkeljeve. Zanier tha se do të jetë bashkëpunues me autoritetet dhe metodologjia e tij do të mbështetet në standardet e vendosura për vëzhgimin zgjedhor. Bashkëpunimi me autoritetet është i rëndësishëm, por gjetjet tona do të ndahen përmes raporteve zyrtare, tha Zanier, duke theksuar se misioni do të ndjek metodologjinë e tij standarde të vëzhgimit. Do të jenë 300 vëzhgues afat shkurtër dhe 26 afat gjatë që do të angazhohen në monitorimin e zgjedhjeve në 12 qarqet e vendit. Kreu i misionit të OSBE-ODIHR Lamberto Zanier tha gjatë konferencës për mediat se monitorimi do të përfshijë disa aspekte si kuadri ligjor, mbulimi mediatik, puna e administratës dhe deri te monitorimi i rrjeteve sociale. Do të monitorojmë nga afër të gjitha aspektet e zgjedhjeve, si kuadri ligjor, zbatimi i fushatës edhe në rrjetet sociale, puna e administratës zgjedhore në të gjitha nivelet, mosmarrveshjet dhe mbulimi mediatik në përgjithësi. Si pjesë e këtij procesi do të jenë edhe takime me përfaqësues të shtetit, partive politike, shoqërisë civile, medias dhe faktorit ndërkombëtar, u shpreh Zanier. Përsa i përket mënyrës së financimit të partive politike, Zanier deklaroi se kjo do të jetë pjesë e vëzhgimit dhe se metodologjia e ODIHR përfshin këtë. Kjo është me rëndësi kur ne flasim për një demokraci të shëndetshme, theksoi Zanier, i cili tregoi se si do të monitorohet vota e diasporës. Votimi nga jashtë nuk ka një standard ndërkombëtar, secili vend vendos specifikat e veta. Ne do të shikojmë përmes 2 ekipeve në aeroport kur vijnë votat, si menaxhohen e si do të numërohen më pas dhe raportohet në KQZ. Kjo për të siguruar se do të ketë transparencë. Po, ne do të tregojmë kujdes edhe për këtë aspekt. Jemi të përkushtuar për ta ndjekur këtë proces, theksoi ai. OSBE-ODIHR do ta publikojë raportin e parë vetëm një ditë pas zgjedhjeve, i cili do të jetë raport paraprak me gjetjet kryesore, ndërsa disa javë më pas pritet të publikohet edhe raporti i plot. Një ditë pas zgjedhjeve do kemi gjetjet dhe përfundimet paraprake të misionit që do prezantohen ditën pas zgjedhjeve dhe në fund një vlerësim në tërësi të gjithë procesit të zgjedhjeve që do bëhet me raportin përfundimtar, thot ai. Ndërsa strategjia e publikuar nga prokuroria e posaçme tregon synimin për të hetuar në kohë reale problemet që lidhen me shitblerjen e votës, përdorimin e burimeve shtetërore si edhe përfshirjen e krimit të organizuar në procesin zgjedhor.